Në Durrës ka nisur workshopi me temë nga vizionin e veprim, përmirësimi i shërbimeve për fëmijët dhe familjet në bashkitë e Durrësit dhe Pustecit. Takimi organizohet nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin me mbështetjen e Ambasadës së Bullgarisë në Tiranë. Gjitha këto rekomandime që do të dalin gjatë ditës sotme dhe diskutime që ne do të kemi bazuar dhe te planet e veprimit që bashkitë kanë, këto ne të advokojmë më shumë dhe të përpiqemi nëse do duhet edhe nivele më të larta. Nën kryetari i Bashkisë së Durrësit, Gentian Kallmi vlerësoi rëndësinë e workshopit për shkëmbimin e përvojave lokale dhe çështjeve ndërkufitare. Plani është shprehje i punës së bashkët të institucioneve publike dhe jo publike në nivel vendor dhe rajonal, të lidhura drejt për së drejti me mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të fëmijëve e individëve në nevojë. Për Bashkinë Durrës është një dokument planifikimi dhe menaxhimi, i cili adreson më së miri sfidat dhe barrierat që i pengojnë individët në nevojë për një jetë dinjitoze. Dita e parë u fokusua tek mësimi nga përvoja dhe eksplorimi i praktikave më të mira, për të nxjerrë më pas konkluzione dhe rekomandime për fëmijët dhe familjet në tërësi.